Sezoni i Vllaznisë në këto 36 javë të luajtura deri më tani ishte në fokusin e diskutimit të emisionit Star Sport. Të ftuar në studio ishin specialisti i futbollit Rudi Vata dhe trajneri i futbollit Samuel Nikaj. Shiko, Vllaznia mendoj që në 36 javë ka kanë mbrana tana objektivave, sepse asnjëherë nuk është shpreh që jena skuadër që tentoj me dal kampione dhe kena si objektiv kryesor kampionin. Sigurisht që qëllimi kryesor mendoj ka kanë arritja objektivit pjesëmarrjen në Kupat e Evropës. Edhe nëse do të bazohen atë ky objektiv, domethënë objektivi më minimal, mendoj që e ka arrit, siç e arriti edhe sezonin e kaluar. Ka pas një sezon që për mendimin tim jo vetëm Vllaznia, por mendoj tana skuadrat e 4-6 të parë kanë në këto vende pothuajse këto 15 javë e fundit të kampionatit. Edhe kishin krijuar një përveç Partizanit që pati një lloj destabilitetit, mendoj që këto e krijuan imazhin e tyre në 4-shën e parë. Mendoj që vendi i dytë është i merituar pavarësisht se si ka shkuar ky kampionat, kishim mund të marrë edhe më shumë, por mos edhe më pak se sa kena marrë. Gjithsesi, unë mendoj që kjo skemë e kam thënë qysh fillim që është skemë e dështuar, sepse nuk është normale. Masi ke bën një garë gjatë 36 javë, atëherë janë edhe 2 ndeshje se nuk merret vesh të kupa kampionat. Se ndoshta kampionati, ndoshta kupa, është i del me një nivel si kupa. Pra, gjysmëfinale, finale. Emisioni Star Sport në javët në vijim do të jetë si zakonisht çdo të hënë në orën 21.